E shikoni të mundur ndoshta në një të ardhme të afërt, nëse palët gjithmonë flasim, nuk arrin një paqe të qëndrueshme, që Shtetet Bashkuara të Amerikës së Bashku me Izraelin të mos hyjnë edhe në formë toksore në Iran, dhe pse është kaq i mistershëm territori i Iranit, flitet shumë për të. Në këtë terren, kaq të papërshtatshëm është e pamundur të realizosh me sukses operacione toksore. Një herë kërkohet një numër shumë i madh forcash, e dyta janë kushte të tilla ku një ndërhyrje me ushtri do të sjellë krijimin e një lufte popullore masive e cila mund të zhvillohet me sukses në këto terrene malore. Dhe është e pamundur që të mendosh të kesh rezultat duke marrë mësimje toksore. Gjeneralët e Pentagonit me sa duket i kanë thirrur mendjes dhe e kanë përjashtuar këtë opsionin e zbarkimit toksor, sepse kanë krijuar eksperiencën e luftës në Vietnam, po ashtu të luftës në Afganistan. Dhe do të ishte një aventurë vetëvrasëse nëse Pentagoni do të merrte një mësimje toksore.